Zonja Kalaja, duke qenë se dua të ndalem pak sërish tek logjika juridike, duke qenë se flitet vazhdimisht për bashkëpunim për ndryshime kushtetuese, a mundet që zoti Rama dhe zoti Berisha të bëhen bashkë për të ndryshuar nenin 115? Unë nuk mund të përgjigjem për një gjë që nuk di se çfarë mund ndodhi. Ashtu si kundër juridikisht të drejtën për ta thënë këtë gjë. Jo, më lë deri në fund. Për mua, këtu në fakt është dhe gjithë ai debati apo divergjenca që unë kam patur gjatë gjithë asaj periudhe brenda Partisë Demokratike, sepse unë e shikoj ndryshe. Unë thashë respektoj vendimin politik që merr partia, por ne nuk mund të bëjmë edhe në sytë publiku dalim keq. Tani, a u bëj gjithë ajo betejë për farsën zgjedhore? Na vodhën, na blen, na shitën, krimi, bandat e tjerë, shumica janë me prova, me fakte, dhe çfarë bëm ne? Erdhi raporti OSBE Uldirit, ne ulëm në tavolinë për marrëveshje. Tani ne duhet ta ndajmë, a jemi përballë regjimit, a jemi përballë hajdutit? Zonja Kalaja, sot kryesia ka marrë vendimin të filloj protestat. Pas daljes të raportit të OSBE Uldirit. Riges, po flas deri më sot. Sot e ka marrë vendimin. Deri në momentin që ne po flasim, përpara disa orësh ka marrë vendimin. Çfarë veprimesh tani të lutem? Ti thua kemi marrë vendim që do të kismet. Tani flasim sot. Deri më sot, ne kemi pratemuar farsën zgjedhore dhe ne ulëm në Berlin me hajdutin. Ne i tham hajdutit na ke vjedh to stendet në shtëpi, a do bëjmë një marrëveshje në gjysma? Ky është mendimi im. Pra, ne nuk jemi serioz përpara publikut, për sa kohë themi jemi në regjim dhe ulemi në tavolinë me regjimin. Dhe unë shpresoj pas nesër që nuk do jem në pjesë e strukturave, patjetër që jam pjesë e Partisë Demokratike, po jo në struktura. Unë nuk e mendoj dot që ti duhesh të tavolinë me një person që i thua narkotik. Gjoni zonjën Kalaja, se ju lutem ta dëgjojmë zonjën Kalaja. Etj. A mund të vazhdoj se unë jam edhe në linjë? Patjetër, po ju dëgjoj me shumë kuriozitet zonjën Kalaja. Atëre, pra, unë nuk e di se çfarë do bëj zoti Berisha, por nëse zoti Berisha e bën këtë gjë, për mua do të jetë një goditje edhe më e rëndë për Partinë Demokratike. Të gjitha marrëveshje që bëhen në sy të publikut, në sy të demokratëve që kanë 12 vite në opozitë, po shkojnë për 13 vite, ndërkohë që ti i shet narkoshtetin, narkopolicin, i shet grupet kriminale, paratë e drogës. Jo, kështu e ketë sigurt që do zgjidhesh avokat e popullit. Ky është problemi. Jo vetëm që nuk ngjallim frym tek publiku, po krijojmë edhe një problem edhe më të madh në Partinë Demokratike. Kështu që unë për sa kohë që kundërshtarin tim e quaj që po mban në këmbë një regjim, unë nuk mund të ulem në marrëveshje në çfarë do lloj rrethane. Kështu që protestat janë më e pakta që duhet bëj Partia Demokratike. Zoti Moçallari, atëherë për te Kalaja një aktiviste dhe një kontributore shumë e madhe e Partisë Demokratike, vitet e fundit sidomos. Edhe më vjen shumë mirë. Pak kënaqësish. Po edhe unë mund të kem pak kënaqësi në vendimin e saj. Ne të rikthehemi pak tek vendimet që ka marrë Partia Demokratike. Cilat janë proceset që ka bërë? Ndodhen zgjedhjet. Unë kam qenë një ndër njerëzit, masë dhe zonja Kalaja, që po kërkonin më shpejt një analizë, por për sa kohë po merreshim me procesin e evidentimit të farsës zgjedhore, ky është një proces që la për më vonë. Tani erdhi momenti që doli raporti OSBE Uldirit. Si gjithmonë lihen për më vonë. Do të kryhet. Tani këtë do ta them për vendimet e kryesisë. Ka lënë rrënjën keq bash aty. Çfarë ndodhi sot në këtë 2023 dhe për mua mungesa analizës së 2023 na çoi edhe në rezultatin e 2025-s. Dakord, jam shumë dakord. Jam shumë dakord me ju zonja Kalaja, që nuk është bërë, që duhesh e bërë, dhe pas më të voglin diskutim që, siç keni fol ju, kanë fol dhe elemente të tjerë brenda Partisë Demokratike,
Dhe pas më të voglin diskutim që dhe ne kemi shumë gabime, po nuk kemi ne problemi. Kështu që për te kësa historisë që mos ngel, se sot, po pikërisht këtë do themi ne, se si do jemi zgjidhja. Dhe atëhere, të lutem zonja Kalera, nuk të ndërpreva për respektin, ju kam patur dhe zysh, nuk të ndërpreva fare. Ju lutem shumë, ta mbaroj diskutimin. Atëhere, çfarë ka ndodhur këto javë, se këtu është diskutimi, çfarë po flasim në gjendjen politike. Kemi një raport ose BE-Odirit, i cili e fakton hapur ndërhyrjen e shtetit në mënyrë të dhunshme deri diku dhe manipulimin e vullnetit zgjedhëse. Bazuar në këtë Bazuar në këtë raport të BE-Odirit, kryesia e Partisë Demokratike sot pikërisht mori vendimin të fillojnë protestat deri në rrëzimin e Edi Ramës. Si do bëjnë këto protestat? Një element. Jo, me këto protesta keni vëzorje 3-4 herë juve. Tani, ore, çfarë zgjidhje keni jo? Ore zotëri. Çfarë protesta ju mendoni që do bëni protesta? Është akt politik. Është akt politik. Shiko, domethënë sa çfarë tezë siç është po akti politik. E keni shkarkuar, e keni larguar Edi Ramën, keni 5 vjet. Me protesta madhështore, njëra më e madhe në histori se tjetra. Tani, kuptoni tani çfarë po bëni? Tani, nëse ju mendoni që s'duhet protestojmë, se s'po e kuptoj. Jo, ju keni vetëm një problem. Fryma që aty mungon. Dhe frymë nuk do të thonë sa komod ndjeni ju me njëri tjetrin, por që të bëni popullin me vete, sepse pakënaqësia e popullit është më e madhe se sa ajo që keni ju. Dhe zgjidhja nuk është protesta. Protesta është një nga, sepse është normale, një opozit që proteston është gjë më normale, por nuk është zgjidhja se ti i ri dhe ti sigurisht që ke energji, ke pasion, ke dëshirë, por nuk është kjo zgjidhja. Nëse ju, ajo që ishte më e rëndësishme sot që tha Berisha, këtë më shpjegoj mua, hapja e partisë, aty fillon. Po s'po më lejon. Se po të më lejosh, do të ja. Me vonesë vjen këtu. Me vonesë thua këtë tani, çfarë them tani? Shiko, nëse unë nga momenti që kam ardhur këtu, ju kam dëgjuar që thoni që problemi është opozita. Ndërkohë dhe sot kur vendimet mes institucione, po më lejo për ata. Po pas më të voglin diskutim, pra, 3 procese kemi folë sot, të cilat janë marrë vendimet që do të kryen. Pa protestat si një mjet për të kundërshtuar, si një vendim politik, si një mjet politik pikërisht për të kundërshtuar ndentjen në kryeministrit të njeriut që ka ardhur si pasojë e zgjedhjeve të jashtëligjshme, hapja e Partisë Demokratike, i cili do jetë një proces dhe analiza 3, po që është një proces i brendshëm i Partisë Demokratike. Të treja këto diskutime pati një diskutim shumë të frytshëm dhe u arrit disa konkluzione për të filluar për të rifilluar. Fillon analiza e cili është një proces i brendshëm ku ne kemi mundësi të nxjerrim dhe pse jo edhe të dhëna që çfarë s'funksionon, çfarë duhet ndryshojmë, se mbas edhe ne duhet ndryshojmë diçka. Jo, zoti Moçollari, ju po patjetër më që do mbaj. Patjetër. Ai që unë më fjerë, do vazhdoj të ketë më benefite. Bujar Leskaj, të lutem, Bujar Leskaj tregoi sot në akt politik. Kështu që ne duhet flasim për këto, patjetër. A do ketë largimet aty që humbën? Kaq, kjo është pyetja e analizës. Zoti Leskaj ka në Partinë Demokratike të largon vota. Zbaton vëllë motosh. Partinë Demokratike të largon vota. Jo, pra të për që kisha fjalën unë s'është votuar fare, se me ndryshimin kushtetuese u bë kryetar. Do ketë proces votimi. Do ketë. Do ketë proces. Edhe qeshja jote, do të. Jo, qeshja ime është që po ju them do të ketë. Në Vjesht janë protesta, në pranverë janë zgjedhja e. Kam frikë se unë kam qenë nga kritikët më të mëdhenj të Lulzim Bashës. Kam frikë se jeni lulbashizuar aty tani në Partinë Demokratike. U ka zënë Lulbashës. Po ja thoni njeriu më të gabuar në Partinë. Jo, ju thashë, jo ti. Ti e largove Lulzim Bashën për atë po. Kur flasim për protestat, të cilit karakteri do jenë zoti Moçollari? Vetëm këto me bllokime rrugësh, shpresoj që ti hiqni nga objektivat e opozitës, se janë çdo ditë protestë, domethënë edhe unë protestoj një 2 orë çdo ditë përpara se të vinë emision në rrugët e kryeqytetit. Dhe unë vetë me këtë lloj proteste do kisha rrëzuar këto që ndodhin në Rom, në Paris, në Belgjik, për këto e ke fjalën besoj. Jo. Këto duhet i ndalojmë. Jo, po flas për protestat që na duhen ne, se jo, s'është vërtet. Ka raste ke patur të shumta raste ku ka qenë aktor politik. Po jo, ne kemi nevojë të bllokojmë, se bllokojmë vetë rrugët. Për tek kësaj historie. Unë me zonjën Kuçana vim nga Durrësi dhe e dim që çdo ditë kemi protesta në autostradë. Besoj se është i frymzuar edhe Landi dhe prandaj thot, prandaj e kam. Unë jam frymzuar nga protestat që ka bërë Partia Demokratike në ditët më të vështira të saj, kur ishte me të vërtetë Shqipëria, domethënë më e çuditshme, 97-ën, 98, 99, 2000, 2001, 2002 bënte protesta Partia Demokratike, edhe te kalonte, edhe ka te kaluar. Po kishte një frym. Po tani pse nuk të bind më zoti Qafo? Sepse nuk ka frym, nuk ka popull me vete.
janë të lundur, Andrea, janë të lundur me njëri tjetrin, dhe ajo që ka Berisha sot hapja, unë nuk e di se si do bëhet hapja, ajo i mungon, sa ty fillon. Nisi me Zotin Binaj. Jo, janë të lundur me njëri tjetrin dhe ka një kështu që Partia Demokratike është grupi parlamentar. Jo, Rigers, nuk është grupi parlamentar Partia Demokratike. Partia Demokratike, po jo, ashtu po funksionon. Aty është Berisha, unë e them shpesh se nuk duhet ta përsëris. Është i paprekshëm Berisha,